kur i takon njerëz shumë të famshëm. E ke një farë ndjesie që ti ndihe shumë e vogël, ai shumë i madh, edhe e realizova një intervistë, edhe mezi pritja me shku në shtëpi edhe me pa. Edhe kur u kthym, operatori prej panikës, kameramani e kishte fi kamerën, se ka ndezë. Do me thonë, s'kishte kur gjo prej asaj interviste. Edhe u mërzita, shumë u mërzita. Mirë po e kuptova dhe atë, po qka kemi bo nesër, kemi shku, e kemi gjithë ku e ka hotelin, e kemi prit, edhe si kom thonë që në shri intervistave që i kom thonë që po du një verzion pak më zgjeruar, për shkak se po kam dëshirë një tregu shikuzve tanë më shumë për eksperiencën tonë, me një mënyrë pak diplomatike, edhe kemi arrit me marrë një intervist më gjatë për ti. Mirë po ka pa gjërat lezetshme rrugës, mirë po ju asnjëherë beso që mund të regojnë Sundance Film Festival, është në Utah, Park City, në Amerikë, me një vend, Robert Redford kur është largu prej Hollywoodit, e ka ble shumë hektar tokë edhe ka ndërtu akademin atje, dhe më pas akademia e ka kriju festivalin. Edhe një vend si Brezovic më shkuna. Lartësia mbi detare nuk mbaj mendi ku 3.000-4.000. Ishte bore jashtëzakonshme. Aeroplani, do të thotë shanca për murzu ishte, nuk e di, unë s'di edhe si kemi mbjetu. Kur shkum nga thanë, doni me pi aspirin, me të hollu gjakun, s'mundeni me marë frim blershëm. Mendoja nga njëherë, po pse gjithë qka ka mon për shambull që po i përjetoj gjithë këto, qka po më shtyn me bo gjithë këte, për qëllim vetëm se është një lloj adrenaline, që ti mund është mi pru ekskluzivitete vendit tënd, programit tënd, edhe thjesht me mundu me bo këto u realize, me dho një kontribut për vendit tënd. Kështu që e di që kanë qenë peripetit jashtëzakonshme, po nuk më kanë dalë edhe një botë komplet tjetër, edhe ndoshta mu kanë thi flokë, mu kanë botë bardha, kur jom këthy, mirë po e di që ka qenë një diçka që nuk e harë. Ndoshta këto momente e bojnë jetën, besaj. Shumë e vërtet. Gjitha këto janë, po themi, copëzat të asaj enigmës të madhe. Gjithashtu, me punën e producentës, nuk është se a ke lënë, po themi, mbrapa, apo keq, apo që e ke lënë në rend të dytë apo tretë. Ka qenë paralelisht dhe ke qenë konsistente në të trija, po themi, këto, edhe pse ligjërimi ka ardhë së fundmi, por gjithsesi ka qenë pjesë. Je renditur në mesin e 25 producentëve më të mirë të vitit 2025. Po ka qenë me të vërtet një prej... Dhe po flasim globalisht. Them drejtën edhe vetë jam befasu. E kampani ishte një konkurs edhe thjesht aplikova e u dërgova CV-n e tyre. Edhe ishte një prej, nuk isha në qëllim, nuk isha në ambicie, ishte një prej një kohë që isha duke ndajt në zyrë edhe thjesht kështu këtë, s'kisha qa me bo. Edhe thash, okej, po aplikoj. Pa mendu asnjëherë që do të zgjidhem. Edhe veç kur më ardhi maili, tha, kemi shumë interesim me të marrë intervistë, se CV-ja jote është shumë interesante, e bojshme, edhe u lidhem me live, do me thonë, biseduam, u përgjigjam pyetjet e mia, edhe kur më ftesa, do thotë, u gëzova pa mas që disi nga njëherë edhe pse e din që po bën mirë, edhe jenë rrugtimin të drejt, nga njëherë njerëz e kërkojnë validimin. Mu më kënaqet zemra, për shembull, kur dikush e ke pa, besoj edhe ti, njerëz kur të ndalin rrugë dhe thonë, ta kam pa këtë emision, e kam pa këtë dokumentar, e kam pa këtë intervistë, për shembull, me Brad Pittin, me këta kinast e njohur, edhe ty të bëhet zemra mal që s'paku po ta validon dikush. Se nga njëherë, po që na jemi një vend që nuk është që e përkrahem njëri tjetrin shumë. Nuk është që e kemi një energji paksa, sidomos njerëz të industrisë së filmit, jo suportive, nuk e ndihmojmë aq njëri tjetrin për ta ngrit lart. Edhe nuk ja themi, unë e kam ato, më kam betë prej Amerikës, që nga njerë dhe ndru, kër është edhe kanë thamë, sa mirë këte, ose sa mirë se kam dëshirë mi motivu njerës, edhe është shumë e rëndësishme, dhe kemi nevoj për atë. Dhe të bënd mirë, të ndihesh mirë edhe për vete, në fakt. Është energji e mirë, është energji pozitive. Kështu që, kur ma dërgun, e-mailin e thanë, urime e pranu, dhe më thonë, kemi përzgjedhur, ka që një numër i